Monika Kryemadhi shkon në GKK, përshëndet gazetarët me dy gishta. Ish-deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi është paraqitur sot në GKK në kuadër të masës detyrim paraqitje. Kryemadhi shfaqet e buzëqeshur, ndërsa shkëmben batuta me gazetarët dhe operatorët, ndërsa përshëndet me dy gishta, simbol i PD-s. Kujtojmë se Kryemadhi pohetohet nga SPAK bashkë me ish bashkëshortin e saj Ilir Meta. Sipas SPAK, Meta akuzohet për korrupsion pasiv në 3 raste, 2 prej të cilave në bashkëpunim. Ish bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, është marrë pandehur për korrupsion pasiv në 2 raste të kryera në bashkëpunim. Ndaj ish bashkëshortëve rëndojnë edhe akuzat për kryerje të veprave penale, pastrimi i produkteve të veprës penale dhe veprimtarisë kriminale kryer në bashkëpunim, refuzimi për deklarim, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi rem i pasurive, interesave privat, personave të zgjedhur dhe në punësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarimin.